Shqiptarët vazhdojnë të shpresojnë se policia dhe drejtësia e re do godasin eksponentët e krimit organizuar, një ndër ta kapobanda Florenc Çapja i Elbasanit, i skeduar dhe e provuar për vrasje, trafik droge, gjobvënie, pengmarrje, pastrim parash, e pasurime, burime financiare nga krimet, por informacioni që po publikon pamfleti nga burime brenda drejtësisë vërteton se edhe drejtësia e re nuk dëshiron të arrestojë ndëshkoj kapobandën Florenc Çapja, të cilin policia, prokuroria dhe gjykata në Elbasan nuk e prekën gjatë 20 viteve aktivitet të hapur kriminal. Më 16 mars 2021, 2 ditë para se të arrestojë në Shqipëri me kërkesë të SPAK dhe gjykatës së posaçme, kapobanda i Elbasanit Florenc Çapja, nëpërmjet lidhjeve familjare me kupolën e policisë dhe lidhjeve me kupolën politike dhe qeveritare, u arratis familjarisht nga Rinasi në Dubai. Më 27 maj 2021, Florenc Çapja u arrestua në Dubai, ndërsa Interpol Abu Dhabi, policia, prokuroria supreme dhe Ministria e Drejtësisë e Emiratëve të Bashkuara Arabe i kërkuan zyrtarisht homologëve shqiptar dosjen me provat për krimet që ai ka kryer në Shqipëri, por Interpol Tirana, policia, prokuroria, SPAK dhe Ministria e Drejtësisë që kishin kërkuar arrestimin dhe ekstradimin e kapobandës së Elbasanit Florenc Çapja nuk i dërguan dosjet me krimet e tij, as bashkë me kërkesën, as pas arrestimit, as gjatë 60 ditëve që ai mbaj në paraburgim dhe as gjatë 6 muajve në proces gjykimi në Dubai. Madje gjykata e shkallës së parë të Emiratëve të Bashkuara, duke pritur palën shqiptare të dërgonte dosjet me provat e krimeve të Florenc Çapjas, nuk e liroi në shkallën e parë dhe ky ankimoi në gjykatën e apelit atje, ndërsa pala shqiptare nuk dërgoi as përfaqësues në gjyq. Në seancën gjyqësore të apelit më 2 shkurt 2022 në Dubai, u vërtetua se policia, Interpol Tirana, prokuroria, SPAK dhe Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë nuk ishin dërguar dosjen me prova për Florenc Çapjan, por vetëm kërkesë formale për arrestimin dhe ekstradimin e tij në Shqipëri. Gjykata e apelit e Dubai dhe avokati arabe Awatif Mohamed dhe Florenc Çapjas, në mungesë të dosjes së krimeve, refuzuan ekstradimin e tij në Shqipëri dhe liruan me masën mbikëqyrje policore për 6 muaj, kundrejt garancisë financiare 200.000 dirhem, baraz me $55.000, një nga pikat e vendimit të gjykatës së Dubait për periudhën e mbikëqyrjes policore nga 2 shkurt deri më 2 gusht 2022 të Florenc Çapjas, ishte kërkesa e dytë drejtuar drejtësisë shqiptare për të dërguar dosjen me provat e krimeve që ky ka bërë në Shqipëri dhe do bëhej ekstradimi, por provat për Florenc Çapjan nuk janë dërguar akoma në Dubai dhe kjo nuk është arrest, por mosveprimi i qëllimt që krijon dyshime se kupola e drejtësisë në Shqipëri e lidhur me kupolën politike ka bërë pazar për të mos e ekstraduar Florenc Çapjan, pasi ai ka patur lidhje me ta. Ndërsa Çapja është i lirë në shtetin Parajs, ku po jeton në luks prej 4 vitesh, ka bler pasuri dhe qarkullon miliona që ka grumbulluar nga veprimtaritë kriminale. Të vetmin veprim që SPAK ka bërë deri tani pas 4 vitesh të Florenc Çapjas në Dubai është vendimi i datës 16 janar 2025 për sekuestrimin e 10 pasurive të tij, ndërkohë që më 23 janar 2023 i sekuestroi 4 pasuri të tjera.